Muzeu ikonografik Onufri në Berat, i vendosur në katedralen Fjetja e Shënmërisë në Lagjen Kala, shënoi 40 vjetorin e hapjes së tij, pasi hapi dyert për publikun për herë të parë në vitin 1986. Për të përkujtuar këtë përvjetor, u organizua një aktivitet ku ishin të pranishëm Ministri i Turizmit dhe Kulturës Blendi Gonxha, Ministri për Pushtetin Vendor Ervin Demo, Mitropoliti i Beratit Hirsia Asti, ikonograf dhe banor të Lagjes Kala. Në këtë ditë ju shtuan fondit të muzeut 4 ikona nga Konstantin Zografi dhe familja Çetiri. Puna që është bërë në vite dhe që dekada përpara shpesh na bën edhe para një reflektimi se a jemi duke bërë mjaftueshëm sot për thesaret që trashëgojnë, për të pasuritë të jashtëzakonshme shpirtërore, materiale, jo materiale, që vjen brez pas brezi dhe që pasionon një kulturë e cila nuk është vetëm shqiptare, është një kulturë europiane. Unë besoj që Muzeu Onufri edhe nga vetë statistikat që ne kemi, që janë mbi 100.000 vizitorë në vit, gjë që tregojnë që jo thjesht rritjen e qytetit, por një kohë tregon që kjo derë është pasqyrë në fakti i trashëgimie të jashtëzakonshme që Berati ka. Dhe kuptohet që besimi është pjesë e ADN-së të këtij qyteti. Nuk janë thjesht vepra art, por është një bazament, është një traditë shpirtërore, spirituale, e përcjellur në shekuj dhe që është arritur të shpëtohet nga regjimi komunist i shfarosur dhe i kush. Veprat që kemi këtu, pra ikonografike, shprehin atë dimensionin dhe gjinor për atë të njerëzor. Për viteve 1990, muzeu nuk kishte të gjitha veprat e tij, por sot fondi numëron rreth 170 objekte. Ikonografia Grondingo ndau përvojat e restaurimit të disa prej ikonave të ekspozuara. Jemi restauratorët më të parë dhe Fatmir Thaçi, kemi qenë dy autorët e parë të muzeut të Onufrit, që jemi marrë me restaurimin, me azhurnimin, me ngritjen e këtij muzeu. Ikonat kishim një laborator poshtë, kishim edhe fondin që i grumbullonin, i ruanin, i restauronin dhe bënin mbikëqyrje më shumë të mirëmbajtjes se sa të pastrimit që mos binte grundi. Gjatë 40 viteve, muzeu është kthyer në një pikë referimi për studiues dhe turistë, duke promovuar Beratin si pjesë të trashëgimisë botërore të UNESCO-s.